Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije ndahet nga jeta në moshën 11 vjeçare aktoreja e njohur e serialeve. 11 vjeçarja Milena Brandao, e njohur për pjesëmarrjen e saj në serialin e Netflixit Sintonia, ka humbur jetën në një spital të São Paulos pas disa episodesh arresti kardiak. Vajza e vogël përjetoi dhimbje të forta koke dhe u dërgua me urgjencë në spital. Brenda një periudhe 2 ditore ajo pësoi gjithsej 12 arreste kardiake, sipas mjekut që e trajtonte. Mjekët ende nuk më kanë thënë saktësisht se çfarë i ndodhi vajzës time dhe çfarë e vrau atë. U shpreh nëna e saj, Brandao, për jetin brazilian. Simptomat e para filluan më 24 prill pasi ajo ankoi për dhimbje koke, dhimbje këmbësh, përgjumje, humbje të oreksit dhe episode të fiktit. Gjatë kësaj kohe ajo vizitoi një qendër urgjence dhe 2 spitale shtetërore në São Paulo. Fillimisht mjekët dyshuan se ishte një infeksion nga ethet e mëdha që psoi, por testet e mëvonshme zbuluan praninë e një tumori në tru. Milena Brandao vdiq 9 ditë pasi u shfaqën simptomat e para të rënda. Lajmi ka tronditur skenën artistike braziliane ku aktoria e re ishte veçanërisht e dashur.